Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin tim. Rikthehemi sërish tek situata politike, duke qenë se vota diasporës ishte shumë e rëndësishme dhe diaspora shqiptare pati një vëmendje të jashtëzakonshme nga partitë politike, ku gjatë gjithë fushatës zgjedhore partitë politike kanë qenë të angazhuara në takime intensive me diasporën shqiptare. Por ajo që më intereson më shumë si gazetare e zërit i diasporës për të pyetur në lidhje me votën e këtij komuniteti, se sa u vlerësua diaspora shqiptare në këtë zgjedhje dhe vota e tyre. Dhe për diskutuar në lidhje me këtë, unë kam të ftuar dy zëra shumë të rëndësishëm, janë dhe pjesë e diasporës shqiptare. Do filloj me zotin Vjoldi Dana, i cili është ekspert për politikat ekonomike dhe sipërmarrjen, dhe gjithashtu Klodian Camin, i cili është aktivist dhe kam në një lidhje Skype nga Italia. A keni votuar nga Italia si pjesë e diasporës në këtë zgjedhje? Na tregoni pak eksperiencën tuaj. Unë nga Shqipëria kam votuar. Në fakt thash më shumë kohë po kaloj këtu në Shqipëri sepse dhe aktiviteti i punës më lidh. Por preferoja të isha këtu ta përjetoja pak momentin e votimit, se kishte ato paradokset e tij që në gjenez. Kështu që doja realisht të bindesha me atë që unë mendoja se do ishte dhe do shkonte. Kështu që preferova të votoja këtu. E qartë, ndërsa unë dhe zoti Cam kemi votuar nga diaspora. Dhe si pjesë e Po ju s'keni fotografuar. Jo. Kam votuar dhe unë nga Shqipëria, kam qenë dhe aktiv në fushatë gjatë kohës. Okej. Aktiv? Po. Po, kam qenë aktiv gjatë gjithë kohës, unë kam qenë pjesë fushatës në Qarkundipër. Për nga ku dhe isha në fazën e parë isha pjesë e primareve. Dhe më pas ndodha gjithë le të themi intervalin e fushatës nga Italia. Përpos disa fragmenteve, disa ditëve kur ndodheshim në diasporë në pritje të liderit të opozitës, sepse një kohë isha dhe organizatori disa eventeve në Rom, në Milano, Brescia, gjithashtu Brescia. Dhe ato pak ditë kam qenë në Itali, po më shumë kam qenë në Shqipëri gjatë fushatës. Me qartë. Zoti Danaj, t'ju pyes pak se si e komentoni vendimarrjen e këtyre zgjedhjeve, rezultatet, po flitet edhe për përsëritje të zgjedhjeve nga opozita shqiptare, e cila është e revoltuar me rezultatin dhe nuk e ka pranuar akoma. Gjithashtu nuk kemi mendoj akoma një vendimarrje zyrtare të këtyre zgjedhjeve. Si e shikoni gjithë këtë situatë? Në fakt, unë kam bërë edhe disa reagime në rrjetet sociale ose në disa portale, ku e kam quajtur humbja me konsensus të zgjedhjeve. Çfarë do thotë humbja me konsensus? Atëherë, që në momentet e para, që kur u duk që Partia Demokratike nuk kishte një qasje hapjeje kundrejt të res, kundrejt shpresës, por që kur bëri listat elektorale, që ishin lista zhgënjyse, ne prisnim që një parti opozitare në opozit prej 12 vitesh të ishte fuqizuar, të kishte argumente dhe të kishte kuptuar gabimin e këtyre 12 viteve. Por çuditërisht na mahniti, dhe nuk është turp ta themi, na mahniti Partia Socialiste me listat e saj. Domethënë një parti që ishte 12 vjet në pushtet, që e kalbëzon absolutisht pushteti çdo lloj qeverie, një parti, një qeveri që ka pasur skandale të njëpasnjëshme, arriti të sjellë një listë me figurat e reja. Pavarësisht se janë kukulla apo janë reale, të paktën imazhi i parë, ne jemi vendi fasadave dhe fasada ishte impakti pozitiv që la. Kurse Partia Demokratike me listën e saj nuk bëri gjë tjetër veç se konsolidoi rolin e kryetarit të partisë. Unë e them në fakt edhe në ato shkrimet edhe pak ironik me sarkazëm që të rinjtë të Partisë Demokratike, si asgjë personal nuk kam me zotin Tritan Sheu apo zotin Berisha apo kushdo qoftë, po ata ishin e ardhmja që ne duhet të vanim shpresat. Pra, ne të rinj duhet shikonim ata si të rinj dhe si shpresën e këtij vendi. Për mua kjo ishte zhgënjyse, për mua kjo ishte me konsensus realisht që dhe vetë brenda Partisë Demokratike flitej, dijej, ku unë kam kontakte të shumta edhe me eksponentë të PSD, deri diku e thoshnin edhe pse në NZ që të paktën të mos ta lëm të fitoj kaq shumë
sa çmori Po Partia Socialiste. ishte e pritshme po thuaj edhe nga ana e Partisë Demokratike kjo humbje? Absolutisht. Por Unë besoj jo kaq e thelluar domethënë në rezultat. Në fakt që në muajt e fundit të vitit kaluar diskutohej për një hidheshin zëra për një qeveri teknike që do të dilte mbas zgjedhjeve, ku vota e diasporës do të ishte një nga faktorët kryesorë që do të përdorej si motiv për mos të njohur zgjedhjet. Temi realist, nuk pati ndonjë shpresë, ndonjë alternativë që vërtet t'i nxiste shqiptarët. Po të shikojmë edhe pjesëmarrjen në votime, ishte një nga pjesëmarrjet më të ulta që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Ky është një simbol dhe një indikator i qartë që shqiptarët nuk e pan shpresën diku tjetër. Sigurisht që ka pasur vjedhje, kjo dihet tash qartë. Okej, jeni dakord me këtë, domethënë ju mendoni dhe besoni se ka pasur manipulim dhe vjedhje të votës në Shqipëri. Linda, shiko, manipulimi dhe vjedhja nuk kanë qenë asnjëherë mungesë në Shqipëri. Kanë qenë prezente nga të gjitha partitë, po edhe këto zgjedhje të gjitha partitë kanë tentuar. Thjesht opozita është më e dobët dhe nuk ka pasur fuqi financiare, por unë di dhe parti të vogla që kanë tentuar dhe kanë bler vota, di, të paktën gojdhënat. Se do na thrasin spak. Do i rikthehemi kjo, do analizojmë këtë situatë, por dua të pyes pak zotin Cami për sa i përket votës së diasporës, pati probleme në shtetin grek, shumë shqiptar nuk arritën dot të këtij komuniteti, nuk arritën dot që të votonin normalisht, pati probleme me marrjen e zarfeve të votimit dhe gjithashtu, pra, u diskutua vota 70.000 shqiptarëve të këtij komuniteti. Pengesa ka pasur nga gjitha shtetet pak a shumë, por Greqia është pjesë tjetër për shkak sepse është ngjashme edhe situata atjeshme, një lloj me Shqipërinë, ka gjithë menaxhimet elektorale dhe ka qenë një terren më shumë që e ka poseduar administrata e majtë, por në fakt që të mos humbas dhe shumë kohë për votën e diasporës, sepse në cilën gjitha mediat më parë kam qenë ftuar e kam pranoncuar që kjo votë është slogan fars, fasad, dhe se ka qenë kontrolluar në piknisje për është miratuar ligj vota diasporës. Edhe pse unë kam qenë aktiv për bordën e tyre ndihmë si opozitar, kam qenë me bindjen më absolute që kjo votë është treguar që në fillimet e saj, që me miratimin e ligjit, që nga fakti që kjo votë ishte miratuar si kundër asnjë tjetër komunitet në fakt voton në Itali, por qenë e deklaruar. Kjo votë ishte e deklaruar, e hapur, kishte se si të ruhej, kishte se si të ruhej, duke pasur një administratë një moment, në fakt, ajo që më ka bërë përshtypje është se gjithë partitë politike para vendimarrjes së këtyre zgjedhjeve, le të themi, kanë rënë dakord me sistemin e krijuar për votën e diasporës. Tjetër pak më parë përdor një term që unë le të themi preferova shumë, që tha humbja me konsensus. Po. Në Shqipëri shpesh humbjet fitore të ndrohen tavolinë për konsensusi dhe ajo që ka ngel në terren janë aktrimet, që ne të cilët merremi me politikën ndërtore mbase kuptojmë vonë kur ndodhin gjërat. Pra, me shumë ngjas në këto 3 vjet të errta për opozitën shqiptare, gati 4 vjet, për të marrë kontroll opozitën, ata që në fakt le të themi ekzojnë bindjen e popullit të djathtë, janë detyruar për fajt e veta normalisht. Janë detyruar të bëjnë disa konsensuse edhe me krimin, krimin perceptoi qeverinë, cila de facto është nga le të themi nga skandal në skandal e zhytur dhe për hir të një vule, për hir të një emri, për hir të një selie, për hir të një leadershipi, me siguri që janë bërë konsensuse ndoshta dhe errta që ne demokratët nuk i kemi marrë akoma. Por normalisht kur vjen puna tek zgjedhjet, në fakt themi votimet, sepse nuk i kam zgjedhje si shumë analistë të tjerë që i kam dëgjuar, ai humburin të rast është populli, i cili njëkohësisht është edhe bashkëpunës, pra është bashkëfajtor i këtij krimi, sepse mund të konsiderohemi ndoshta populli, nuk themi vetëm se nuk i jo gjitha popullit, por të paktën prej komuniteteve që votojnë këtu në Itali, i vetmi që ndoshta shitemi për votën, qoftë në vendlindje, qoftë edhe këtu, sepse edhe këtu shitja është.
unë këtu njofi skemën që punonjës të administratës të atjeshme në Shqipëri të detyruar pas në vijim të një kodi politik që ka pas Partia Socialiste, që çdo kush i punësuar në shtet ka obligimin të regjistrojë 5 emra jashtë shtetit, të cilët të mos korrespondojnë asnjë nga emrat që kanë lëkuar pjesa tjetër administrative. Kjo nuk kuptohet që dhe sigurt mos e kanë arritur këtë objektiv të detyrueshëm, por gjithë ajo administratë ka dy veta të ketë marrë peng të afërm tyre, qoftë sikur të ishin të opozitës ka njerëz, dhe i thuaj një zotnia, të lutem se unë kam me rrezik vendin e dhe ma jep votën dhe kjo votë dije që ka qenë deklaruar. Pra, normalisht që jam të shumë shqiptar që nuk e njohin integritetin e votës, dhe që thotë pra shumë gjajës po ja hap për herë punë më të fortë. Ati që ka se punit kush shkon, kush vjen, është krijuar për perceptimi që ka filozofi të madhe të vit. Kështu që kjo votë ka qenë kontrolluar shumë dhe diaspora në fakt sidomos Greqia që ka pjesëmarrje të madhe, po më lehtë ka qenë përkuar. Dhe kjo ka derivuar përqindje të madhe më. Dhe por kjo ka arritur si skem të funksionojë me diasporën, imagjinoj sa do të ketë funksionuar me administratën e Shqipërisë. Por dim që shqiptarët janë 700.000 pensionistë. Paktën me shifra që kanë lexuar në fushat, dihet që pensionistët janë elektorat të njësisht një majt. Dihet që pjesa tjetër e administratës dhe kur 10.000 punësuar janë për 3 muaj të punit pas vitit të ri, kohë të ndaluar me ligj. Sikundër pastaj ndodhi dhe fakti i shumë fakte do po si ta kryesohet më prishmet edhe falës gjobave. Një shqiptar që s'ka gjoba nuk ekziston. Dhe që të thuash që nuk ka njëri që voton falës gjobave, edhe kjo nuk shkon si koncept. Pra, duhet pranuar që opozita realisht kësaj here mund të themi, dhe unë jam dakord me që thoshte, të gjitha partitë në kohët e tyre, në mundësitë e tyre kanë tentuar ta vjedhin dhe ta manipulojnë votën. Jam shumë dakord. Por kjo këtë viti paralelizohet, domethënë paralelisht shkon me atë të 1997. Është e vërtetë që 1996, falni. Aso kohë zblihej, por aso kohë votoi me dhunë. Kësaj radhe, dhuna shtohet mes levut. Pra, është e emancipuar le të themi mënyra e korruptimit. Nuk di çfarë të më shumë të pas, sepse jemi dakord që edhe të majtët të pjatë të zgjedhën nuk qartë. E qartë. Në fakt duhet të fokusohemi më shumë tek diaspora shqiptare për të parë edhe rolin e këtij komuniteti të pasgjedhjeve. Diaspora shqiptare votoi për herë të parë, apo jo, ishte një moment historik dhe nuk e dim se sa është vlerësuar dhe sa do vlerësohet në vazhdim. Si do jetë e ardhmja dhe roli i këtij komuniteti dhe do ketë përfaqësues në parlament nga diaspora shqiptare, një zë që do përfaqësoj të drejtat e migrantëve shqiptarë më në fund, një zë real. Asnjëra nga kampet politike nuk përfaqësoj thellësisht diasporën, përveç se e instrumentalizuan qoftë si emigracion, dhe qoftë ata aktivistë që ju po ofruan. Politika e përdori diasporën shqiptare. Thjesht këtë bien dakord gjithë të stasin dyshim. Zoti diasporës, pjesëmarrja në këto zgjedhje dhe vlerësimi i votit diasporës. Po. E kam parë pak diasporën të ftohtë. Dhe para zgjedhjeve, sidomos në muajin shkurt kur jam pyetur pikërisht në disa televizione këtu në Shqipëri, kam thënë që po japim shumë peshë diasporës, një peshë artificiale. Diaspora në vetvete nuk është se ka ndjeshmërinë e votës kaq të madhe siç ne e mendojmë. Sidomos brezat që kanë ikur, brezat që janë rritur tashmë atje, janë shkëputur totalisht nga realiteti shqiptar. Dhe kjo përqindja e madhe e atyre që u regjistruan ishin mosha jonë ose mosha e prindërve tanë që vazhdojnë akoma jetojnë me një realitet të Shqipërisë kur e kanë dhe janë larguar. Kështu që unë mendoj se çështja e regjistrimit online që ka bërë diaspora ka qenë artificiale, sidomos nga dy partitë e mëdha, por sidomos nga partia në pushtet, absolutisht. Është përdorur, janë njerëz që mund të jenë regjistruar në 3-4 shtete, ose në shtetin më të largët ku
mund të ketë 100 banor, tash janë këto ishujt në Amerikën Veriore, 100 banor në total, atje na dolën 10 shqiptar. Pra, nuk ishte sens. Kjo puna e votës së diasporës ishte për të kënaqur egot pak a shumë të dy partive të mëdha dhe për t'i hapur rrugën një lloj amnistie, një partie demokratike të kalbëzyer. Personalisht nuk kam qenë kritik, vazhdoj dhe do të jem nëse do vazhdoj situata kështu me qeverinë, sepse jetoj në këtë vend më shumë dhe e dua këtë vend. Por ama nuk mundet të themi ne tashmë që diaspora ishte ajo që përmbysi rezultatet. Diaspora ishte një vegël në një farë mënyre që u përdor. Nuk mund të kishim ne një votim transparent dhe real nga diaspora, ku vetë opozita pranoi në momentet e fundit gjithçka që u vendos nga mazhoranca, pas një lloj garancie. Ne nuk po e mbrojmë dot votën duke qenë prezent në Shqipëri. Imagjinoni tani nëpërmjet postës ku kush e garanton që zarfi do shkojë në dorën e personit të cilit i është drejtuar dhe jo të krye familjarit. Personalisht di shumë, te shtëpia ime në Itali i ka vajtur zarfi që ka qenë në shtëpi prindi im, babai im ka marrë zarfin e vllajt tim dhe nënës time dhe të tjerë. Tani, po që u tha që zarfi do të dorëzohet personalisht dhe me një mjet identifikimi, tërheqja e zarfit. Të bëj vetëm këtë. Unë kam bërë një pyetje, Linda, të kërkoj ndjesë. Kam bërë një pyetje zonjës Topalli, pikërisht kur ka qenë direkt mbas të dielën, kam qenë te një televizion rreth orës 11 të natës dhe zonja Topalli ka qenë tek qendra e Olimpikut ku bëjnë numërimin e votës së diasporës. Dhe po fillonte tani po shtronin tashmë territorin për të filluar justifikimin e vjedhjes së votës. Edhe kam bërë një pyetje ku nuk mora një përgjigje reale, por një devijim. I thash, duke pasur gjithë këto probleme vota e diasporës, a do ta njihni këtë votë diasporës? Dhe u anashkalua sepse po bëj gati diçka më e madhe e vjedhjes së gjitha. Sigurisht që ka pas vjedhje dhe ne jemi të gjithë dakord që vjedhje ka pasur. Nuk jam dakord që ka pasur vjedhje kaq të madhe, siç e tha kolegu, por ama edhe kjo vjedhje që ka ardhur prapë nuk do ta ndryshonte shumë rezultatin dhe të sillte në pushtet Partinë Demokratike. E qartë. Si e shikoni dhe sistemin zgjedhor në Shqipëri, domethënë, në tërësinë e saj, në mënyrën se si është nga shkaktarët. Është nga shkaktarët kryesorë të këtij rezultati që ne kemi, ku partitë e vogla, pavarësisht se ngjallën apo nuk ngjallën motivim dhe shpresë të qytetarët, por e patën shumë të vështirë që të depërtojnë. Është një kod elektoral që u bë me konsensusin e dy partive. Pra, të dy partitë e mëdha e realizuan pikërisht se menduan se do ta kenë në përjetësi pushtetin. Por nuk mundet, sado me dhun ta mbaj qoftë njëra apo tjetra. Këto janë të destinuara të shkërmoqen. Shikojmë Italinë. Ka një eksperiencë fantastike, edhe mund duket e çuditshme që themi fantastike rënje së qeverive të mëpasme, por ama kjo do thotë që nuk saldohen pushtetet si në Shqipëri. Kështu që kodi elektoral absolutisht është një nga handikapët kryesorë dhe shkaktarët e këtij rezultati absolutisht. A mendoni që gjithë kjo situatë do të çojë në zgjedhje të parakohshme dhe qeveri teknike, ashtu siç është kërkuar dhe nga opozita shqiptare, duke qenë se ata nuk e pranojnë rezultatin dhe vazhdojnë të protestojnë, të mbajnë qendrim kritik dhe ka pasur denoncime të shumta nga ana e tyre në fakt. Tani, të mos pranosh rezultatin, do të thotë që nuk duhet të certifikojnë komisionerët e Partisë Demokratike, nuk duhet të certifikojnë zgjedhje, nuk duhet të firmosin proces verbalet. Proces verbalet janë firmosur. Dhe të mos pranosh rezultatin, do thotë mos pranosh edhe mandatet. Por ne do të shikojmë që të gjithë bukur të larë të pastruar do shkojnë në parlament, do të pranojnë mandatin e tyre. Kështu që unë nuk besoj se ka shanse për një qeveri teknike. Qeveri teknike mund ta kemi ndoshta mbas 2 vitesh të kësaj qeverie. Por tani unë nuk e mendoj se mund ta kemi. Një pyetje për të dy, në fakt, si e komentoni qëndrimin e ambasadorit të BE-s për sa i përket qëndrimit që ka mbajtur kundrejt rezultatit të këtyre zgjedhjeve, ku ai është shprehur që qeveria duhet të ndërtojë një reformë gjithëpërfshirëse, ndërkohë që për sa i përket akuzave të opozitës, ka thënë që ai duhet i drejtohet institucioneve kompetente. Reagim shumë diplomatik, institucional. Me të drejtë kush ka ankesa të shkoj edhe diçka sepse më shumë. Raporti OSBE-Odirit për zgjedhjet konkretisht. Raporti OSBE-s çfarë tha? Nuk ishin në kushte të barabarta. E vërtet nuk ishin në kushte të barabarta, administrata ishte gjithë në terren, por nuk tha që janë jo legjitime.
nuk kanë interes në këtë situatë geopolitike të kryejnë destabilitete, sidomos në Ballkan. Europa jo, Amerika njerë me reagimin që bëri sot, ka hallet e saja dhe është tërhequr nga kjo politika ndërkombëtare, sigurisht bëri një lloj reagimi institucional, por qëndron aty. Ne nuk mundet të presim dhe të shpresojmë që të jenë tash institucionet e huaja të na certifikojnë, ku ne kemi institucionet tona dhe vetë partia opozitare që kërkon ankohet për vjedhjet, e kanë atemuar spakun. Tani, është paradoksale, kështu që unë mendoj se ka qenë shumë korrekte reagimet e tyre, sigurisht tash edhe ata e kanë kuptuar diçka nuk ka funksionuar. Po ata janë në shtetet e tyre, këtu janë me një lloj misioni, do ruajnë diplomacinë e tyre dhe balancat. Të jenë institucionet vendase pasaj nëse do përmbysin një rezultat, edhe ata do reagojnë pikërisht mbi bazën e rezultatit të institucioneve vendase. Nuk mund të presim tani të certifikoj ambasadori evropian apo amerikan apo kushdo qoftë. Një koment lidhje me këtë, të lutem. Lindita, unë pak më parë e temi doja të prononcosha për diçka që ishte pyetja juaj në raport me kodin zgjedhor. Tani, për vërtetë kodi zgjedhor është jashtë interesave të përpasur në votime të rregullta. Kodin ton ndoshta sepse të gjitha partitë nuk e kanë që kanë pasur pushtetin në kohën e tyre të pushtetit, nuk e kanë pasur seriozisht për të pasur një kod pastër. Problem madhor, në fakt gjithmonë kam qenë, le të themi, partizan i dy partive në Shqipëri, dhe kurrë kam qenë dakord që partitë të vogla mund sillin demokraci në Shqipëri. Po të kishte qenë e tillë Amerika do të kishte 200 parti, nuk do të kishte vetëm 2. Dhe në fakt edhe praktika në Shqipëri, praktika politike, ka treguar që partitë të vogla vetëm i kanë forcuar partitë të mëdha. Dhe asnjëherë nuk i kanë dobësuar, as kushtetuar, as sjell demokraci, përpose në momentin më fort tyre janë qenë regla çorre të çdo lloj qeverie në shtet. Prandaj them që ky kod në përgjithësi është tendencialisht. Pastaj e kanë bërë shqiptar të kod, apo e kanë bërë shqiptar që punojnë qarqe të huaja këtë kod. Kjo është gjë tjetër për të parë, sepse pastaj i duhet t'i afrohen pyetjes dytë. Reagimet të ndërkombëtarëve të OSBE-s. Unë gjatë gjithë kësaj kohe nga ambasadori i OSBE-s, vetëm deklaratë që kam kuptuar densisht të qartë, është ditën kur ai është deklaruar që është martuar me burr. Deklarata të tjera s'kam kuptuar asnjë. Etike, sepse kjo është histori mijëvjeçare që ndërkombëtarët në Shqipëri tuan ata shqiptar që janë më të devotshëm të shesin Shqipërinë. Dhe derisa ata me qëllimet dhe intereset e vet janë okay, llogaritë të vendeve të veta, vjet që ne nuk duhet presim një shqiptar. Pastaj, a jemi ne shqiptarët në gjendje dhe në dinjitet për ta marrë në dorë fatin tonë dhe mbrojtjen e vendit tonë? Shqiptarët, në fakt, këto 30 vjet janë asimiluar më shumë se kurrë edhe në kohë luftrash. Dhe nëse dikur vuanim nga presionet e luftrave sot, ne jemi vetë asimiluar. Mund të konsiderohemi tjetër që ju keni në studio, pra në intervistë, ju po ashtu jetoni në emigrim, shqiptarët janë të integruar, po, kjo është anë pozitive. Por nuk është anë pozitive, fakti që ndryshe nga tjetër të tjera, ne kemi pak nëse a duan shqiptarët të kthehen në Shqipëri dhe ka qenë dhe një thirrje e partive politike kundrejt diasporës për të kthyer dhe për të investuar në vendin e tyre, po duke parë dhe këtë situatë pas zgjedhjeve tashmë dhe se sa u vlerësua vota e shqiptarëve të Shqipërisë dhe diasporës në këtë rast, a do duan ata të kthehen një ditë dhe a janë të zhgënjur më shumë se sa kurrë më parë, duke referuar dhe rezultatit dhe kaosit ndoshta që Jo, që jemi sigurt, kjo puna e zgjedhjeve as nuk ka zhgënjur, as nuk i ka demoralizuar, as nuk i ka kurajuar. Kanë qenë regjistrime të pompuara nga politika, regjistrime online, ndonjëherë i ka telefonu dikush për hatër, janë shtu numrat, unë nuk tani unë me respektin që kam, populli kosovar është popull të dashës, dhe kur vetë kosovarët me shqiptarët e Kosovës, faleminderit për korrektimin, po dakord jam. Shqiptarët e Kosovës janë populli më të dashur ndër ne gjithë shqiptarët dhe mezi arritën 88.000 regjistrimi që i bie para 5%. Tani ne që s'ja kemi raport me ta gjithmonë.
haberin fare, do të jem kështu i drejtë për drejtë, pa përdorur në një term diplomatik, patriotizmit si ata. Dhe u regjistruam 250.000, thu se vërtet ne kaq shumë e donim, dhe në fakt u votuan gjithë, mirë që i votoi Valla me ato patriotistë i personalistë atje se rrezikse nga ne që ishim do votonin po jo 10% të tyre të regjistrimeve. Pra unë po bëj disa paralelime që ndoshta nuk janë korrekte i bësh në media. E vërteta është kjo. Ne nuk u regjistruam aq sa në vërtet shifrat rezultojnë. Jemi imponuar. Okej. Sikurse edhe ditën e votimit pastaj janë votimet. Ka dalë Greqia në disa kuti votimi me 90%. Nuk është as në Korenë ky rezultat, palisht në vitin 2025 shqiptas. Pra, ne do të fokusohemi sot. Shqiptarët nuk kthehen, sidomos me këtë lloj situatash që ripërsëriten çdo 2 vjet. Në fakt zgjedhjet ka çdo 2 vjet. Një herë lokale, një herë parlamentare, pra janë çdo 2 vjet. Dhe çdo 2 vjet ka një histori të re zgjedhjesh që gjithmonë më shumë e largon shqiptarin nga Shqipëria. Se në fundit politika është ajo që sundon jetën e shqiptarit. Duam apo s'duam gjitha aspektet, aktualisht shqiptarët janë popujt më të ndikuar me politika. Dhe kjo përbën gjithmonë shumë lodhje psikologjike dhe po ashtu njerëzit krijojnë atë perceptimin që atje ai vend pohet. Në fakt nuk është kështu, se ka shumë rrezik që s'po të fim tani se ndoshta s'kemi dhe kohë. Por shqiptarët kanë një problem. Kanë një problem me vetveten, sepse 4 vjet e shajnë qeverinë dhe ditën e fundit prej në të opozitës, pra sikur ta ketë pas fajin opozita, çka ka bërë qeveria, votojnë prapë qeverinë. Le të themi një kontroversitet mendimesh brenda nesh. Unë isha në terren sekondër edhe miku tjetër pas ka qenë në Shqipëri. Kemi qenë terren. Pra, perceptimi aty i tillë që çdo kush dhe më shumë sa opozitarët vetë majtë të akuzonin qeverinë për krimet, dhe kjo është fakt, nuk ka mojë kush. Dhe ditën e zgjedhjeve ndodhi. E qartë. Faleminderit zoti Cami për gjithë këtë analizë që solle.